Rreth 1400 maturantë janë nënshtruar provimit të fundit të maturës shtetërore, provimit me zgjedhje, duke shënuar dhe mbylljen e ciklit të testimeve për këtë vit shkollor. Drejtoria e Zyrës Vendore Arsimore në Shkodër, Brisela Kadia, u shpreh se ky proces është menaxhuar me angazhim maksimal, ndërsa lëndet ekonomi dhe psikologji kanë patur interes dhe për zgjedhje të lartë nga maturantët. Vazhdon me të njëjtin organizim siç edhe provimet e tjera, kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturant. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhje, për lëndën e ekonomisë, mbi 650 maturantë kanë zgjedhur, psikologji dhe qytetari, mbi 320 maturantë dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturantë. Sa i përket rezultateve të provimit të gjuhës së huaj dhe asaj shqipe, drejtuesit e arsimit bëjnë me dije se niveli i kalueshmërisë ka arritur në 98%, një tregues pozitiv për përgatitjen e nxënësve dhe punën e mësuesve. Kemi marrë përgjigjet e 2 provimeve, të gjuhës së huaj dhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të 2 provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe të shkallës së interpretimit, është 6.95. Me përfundimin e provimit me zgjedhje mbyllet edhe zyrtarisht edhe sezoni i provimeve të maturës shtetërore për këtë vit në Shkodër.